të kësaj shkretëtire në rrethin e Sveti Nikolës, e cila më tepër ngjason në ndonjë lugin në Afganistan se sa në Maqedoni, fshihet një legjendë e shkëlqyer. Deri më tani nuk është shfaqur në opinion, por për këtë qëllim jemi ne këtu, që ta zbulojmë për ju. Të nxisim kurreshtjen tuaj që ndoshta edhe ju të vizitoni këtë lokacion të shkëlqyeshëm. Shikojeni fillimisht mirë këto mure, kurse tani dëgjojeni edhe legjendën. Një ditë prej ditëve djalli kishte vendosur që të rrethoj apo murrëzoj lumin Bregalnic me qëllim që të përmbys Ovçepolën. I kishte thënë Zotit se këtë gjë do ta realizonte për një natë, por për fat të mirë nuk ja kishte dalë që të përfundoj këtë gjë. Zoti e kishte mashtruar djallin. Ai kishte gjetur një xhel, e kishte goditur dhe me këtë e kishte zgjuar. Xheli kishte nisur të këndojë dhe me këtë para kohe ka alarmuar se po nis mëngjesi. Kështu që djalli ka arritur të ndërtoj vetëm gjysmën e idesë së tij, dhe kështu ai kishte vdekur nga ky shqetësim. Kështu Ovçepolë shpëtoi nga përmbytja, kurse lumi Bregalnica edhe sot e kësaj dite vazhdon të rrjedhë dhe ekzistoj, por vetëm muri i djallit ka ngelur të dëshmoj për betejën mes të mirës dhe të keqes. Që të arrini deri tek muri i djallit, duhet që mirë të shtrëngoni atletët tuaja. Për të arritur deri tek ky mur, ju duhet të esni në këmbë për 2 orë nga fshati Bogoslovec i Sveti Nikolës. Kur të arrini deri tek ky lokacion, besoni përpjekja ju paguhet. Muri i djallit ka qenë i gjatë disa kilometra. Ende ekzistojnë disa mbetje të tij, nga ai ende mund të shihni disa momente dhe detaje interesante. Ky mur vazhdon të mbetet mistik, pasi këtë lokacion e vizitojnë njerëz që dëshirojnë të shohin atë si pjesë të natyrës, por e vizitojnë edhe njerëz që janë vënë në kërkim të pasurisë së groposur, përkatësisht kërkues të arit, pasi pikrisht në këtë vend ekzistojnë edhe legjenda se ka të groposur një sasi të madhe të arit dhe që ekzistojnë tunele nën kodrinën përballë murit të djallit. Shpeshherë më tepër shkaktohen dëme se sa në të vërtetë gjendet ari. Se si është krijuar ky vend magjepsës, gjithsesi se një verzion të tyre, përveç legjendave kanë edhe shkencëtarët. Një herësh, një pjesë e madhe e territorit të Maqedonisë, para 40 milion vjetësh, ka qenë deti, kurse uji ka filluar të tërhiqet para 25 milion viteve. Deri më tani murin e djallit e vizitojnë vetëm grupe të paorganizuara nga vendi dhe avanturierë të huaj. Me një promovim të mirë dhe një strategji kombëtare, fshati Bogoslovec dhe muri i djallit mund të kthehen në një nga destinacionet më atraktive turistike.